Rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Vjojmë të mbetemi po së bashku në hapësirën e intervistës dhe vjojmë të mbetemi po së bashku në vazhdën e të gjitha zhvillimeve të cilat të vijnë nga Maqedonia e Veriut, konkretisht në Koçan, aty ku u përballëm me atë tragjedi të hidhur e cila la pas mbi qindra të lënduar dhe të plagosur dhe mori jetën e 59 personave të rinjve të rejave të pafajshme vetëm për shkaqe të sigurisë dhe për shkaqe të cilësisë. Kjo sipas asaj që është raportuar deri në këtë moment. Ne do të vjojmë të marrim informacionet dhe detajet më të fundit se rakon këtyre zhvillimeve, informacione dhe detajet të cilat do të na i përcjell në një komunikim të drejt për drejt Valon Sallai, gazetar. Valon, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Shëndetje Alvi, kënaqësia është e imja që të jem pjesë e këtij emisioni. Valon, me çfarë jemi përballur për të bërë në një farë mënyrë një panoramë të përgjithshme të gjithë situatës, të gjithë kësaj tragjedie, me çfarë është dhe nga çfarë është pasuar kjo tragjedi, si paraqitet situata, a kemi sërish të bëjmë me një situatë kaotike ku të afërmit nuk janë duke kontaktuar akoma me fëmijët, me vëllezërit, me motrat e tyre, si është paraqitja në këto momente? Atëherë, siç e dinë gjithë deri në këto momente, informacionet vetë se i keni tashmë i përmendur dhe ti, janë 59 jetë të cilat tashmë nuk janë në mesin tonë dhe janë mbi 155 persona të cilët tashmë janë të lënduar, dikush është në gjendje kritike, dikush është jashtë rrezikut për jetë, por janë 155 persona të cilat kanë marrë fraktura apo lëndime të ndryshme në lidhje me ngjarjen e kopshme që ndodhi ditën e 16 marsit pra këtij viti. Dhe ajo çfarë dim deri në këto momente është se vazhdon të bëhet obduksioni i viktimave, të cilat tashmë e kanë edhe një parcel e cila është ndarë vetëm për ta viktimat të cilat do të varrosen në të njëjtën zonë. Pra në një farë mënyrë si çështje nderimi për jetët e tyre. Po, pra është ndarë një vend i posaçëm ku do të varrosen këta persona, do të jenë të radhitur gjithë. Sa i përket pyetjes që bërën në lidhje me atë nëse i kanë gjetur fëmijët e tyre apo familjarët e tyre, po, tani nuk mendoj që ka as edhe një që ka ngelur pa marrë vesh nëse të afërmit e tyre kanë ndruar jetë apo ndodhen në këtë spital apo të spital, vetëm varësisht kush sa ka arritur të jetë tek të afërmit e tyre, sepse dim që përpos qytetarëve apo të lënduarve të cilët i kanë dërguar në Shkup apo në spitalet më të mira të Maqedonisë, ka dhe shumë prej atyre të cilët janë në Bullgari, Greqi e vende të tjera të cilat kanë ofruar ndihmë për viktimat. Po, Valon, po. Diçka tjetër për të thënë? Po, atëherë në lidhje me këtë situatë, ajo çfarë pasoi më pas janë arrestimi 15 zyrtarëve, të cilët Po përpos arrestimeve kanë përshtypjen ka patur edhe dorëheqje, apo jo Valon? Po, kryetari i komunës Koçanit ka bërë dorëheqje. Pra Papazov ka bërë dorëheqje nga komuna e Koçanit, ndonë se i kanë ngelur edhe 6 muaj mandat, përfunduar komplet mandatin 4 vjeçar, por ai ka dhënë dorëheqje në lidhje me këtë ngjarje, me këtë situatë. Sa i përket përgjegjësive, ne normalisht akoma nuk mund të themi, sidomos si gazetar nuk mund të themi, nuk lejon etika gazetareske që themi ky apo ai ka fajet, pavarësisht çfarë mund të mendojmë ne, nuk jemi këtu për të dhënë mendime, por ama hetuesia, pra do të thënë organet kompetente janë duke ndërmarrë hetime të thella në lidhje me këtë situatë, si nga ngjarja, gjithashtu edhe nga çdo institucion relevant i cili ka të bëjë me këtë ngjarje, duke filluar nga komuna e pastaj ministritë, kushdo tjetër apo inspektoratet, policia, kushdo tjetër që ka pasur mundësi për të parandaluar apo për të kontrolluar këtë biznes të jashtëligjshëm që është zhvilluar. Për të ndalur pak tek vendi i ngjarjes, tek ndërtesa dhe tek vetë ngjarja, tek vetë thelbi Valon. Ne nga pamjet u duk për hir të së vërtetës personalisht më është dukur thjesht si një banesë e harruar, një banesë e shkretë dhe një banesë e cila nga dita në ditë ishte gati për të rënë dhe nuk e kisha fare
idenë që aty zhvilloheshin të tilla festash dhe mund të funksiononte si një klub nate. Nga ato se çfarë thon autoritetet deri në këto momente, Valon, cilat janë shkaqet kryesore, të cilat lidhen patjetër me shkëndijat e zjarrit, me flakadanët, të cilët ne i pam në videot që qarkulluan kudo në rrjet, a ka patur element të tjerë të sigurisë të cilët janë shkelur? Kam përshtypjen ajo ndërtesë, ai lloj biznesi ka patur një problem edhe me licencën, dhe sipas informacioneve të mia është një ndërtesë e vitit 1999. Atëherë, Alvea, çfarë dim ne deri në këto momente, të konfirmuara gjithmonë, nuk e dim nëse do ketë edhe detaje tjera të cilat do të dalin në shesh, është që ndërtesa paraprakisht ka qenë shtall, apo stall, siç thon në Shqipëri, është stall e cila është përdorur për mbajtjen e kafshëve. Mirë, unë e përmbajta veten sepse nuk doja ta thoja në këtë lloj mënyre, gjithsesi, nëse kështu është realiteti, kështu do ta themi. Po stall ka qenë më herët, më pas nga stalla bëhet një magazin për të pihet të pison këtë lloj biznesi, më pas është transferuar në një klub i cili ka funksionuar për vite me radhë, ka qenë vend i zëshëm, nuk e mohoj që mund të qenë bukur brenda në sa i përket pamjes estetike apo mënyrës se si janë organizuar vendi i tavolinave për një objekt gastronomik, por ama kjo... E ke frekuentuar këtë vend, Valon? Jo, nuk e kam frekuentuar, pa çka që kemi menduar të shkojmë, po Koçani është pak larg nga Shkupi, unë për më tepër jam i Gustivarit vetëm se jetoj në Shkup, edhe për të shkuar deri në Koçan është dashur tamam ta ndash kohën, posaçërisht që të shkosh deri atje për party apo organizime të tilla, nuk kam qenë në atë vend, edhe pse kemi menduar të shkojmë me shoqërinë, sepse njihen këto zona që kanë pasur organizime të mira sa i përket organizimi i mirë, kur them organizimi i mirë sa i përket muzikës, organizime të mira të cilat lidhen me një lloj më shumë lirie deri në orët e para të mëngjesit, organizime pa një lloj licence të caktuar edhe gjë që tregon se nga ana tjetër organizimet nuk kanë qenë fare të mira sa i përket përmbajtjes së rregullave apo licencave të përkatëse që duhet i ketë çdo biznes, edhe ajo që doja të thoja tek pjesa e hapësirës, pavarësisht që është dukur bukur ose ku di unë, ai vend apo ai biznes ilegal ka shkelur çdo mas apo çdo minimum të mundshëm, pra nuk ka plotësuar asnjë minimum të mundshëm sa i përket përmbushjes së licencave apo mundësive për të organizuar një biznes të tillë në kushte të parapara me ligj, mos flas edhe pastaj për europiane kështu me radhë, sepse ajo çfarë u përfol edhe vetë ndërtesa e mbuluar sipër ka qenë me material të ndeshëm apo u përmend azbest e kështu me radhë, gjëra të cilat kur marrin flak pastaj vështirë është edhe të shuhet flaka, por edhe digjen shumë shpejt, siç ndodhi edhe me rastin, sepse është në një kohë rekord është djegur, ka marrë flak, pra janë djegur edhe personat aty brenda edhe komplet ndërtesa, ndërkaq është folur ajo që ka pasur vetëm 2 bomblat për të shuarjen e zjarrit apo të flakëve. Der emergjence a ka patur, Valon? Der tjetër emergjence? Jo, ka pasur edhe një der tjetër që thonë mbrapa skenë, e cila ka mundur ndoshta të përdoret si der emergjence, por ka qenë mbyllur dhe s'ka pas as rrezë der as fare, ka qenë mbyllur me çels. E kuptoj. Mbrapa skenës ashtu siç është raportuar, por hyrje dalje adekuate jo. Pra ka qenë vetëm një hyrje dhe vetëm një dalje. Ndërkohë kemi një numër se sa ka qenë totali i individëve të cilët kanë qenë prezent natën e 16 marsit. Tani, sa i përket pjesës asaj që është raportuar, janë shitur 250 bileta, kaq, por numri ka qenë me qindra, shumë më shumë se sa 250, sa ka qenë fiks nuk do doja ta thoja, por nga 500 deri 1500 kanë qenë aty, pra ka qenë numër shumë i madh. 1500? Nga 500 deri 1500, sa numri fiks nuk e di, as nuk mund ta them sepse nuk kam informacion i cili ma konfirmon këtë. Ajo ndërtesë ka mbajtur nga 500 deri në 1500, Valon?
hapësira ka qenë e madhe. Hapësira ka qenë e madhe, nuk e di sa metër katror, por hapësira ka qenë e madhe. Ndoshta jo me kushte shumë adekuate për të hyrë shumë persona, por hapësira ka qenë e madhe, vetëm se nuk ka pasur me thënë si aktivitet njerë fare nuk ka pasur licencë, duke përfshirë mungesën e shoarjes së zjarrit apo senzorëve të cilët shohin zjarrin me hidrante kështu me radhë. Bomblat, e përmenda ka qenë vetëm 2 bomblat me të cilat janë munduar që të pikin zjarrin. Organizimi i cili absolutisht nuk ka pasur as edhe një masë mbrojtëse e cila do parandalonte gjithë tragjedi që ndodhi, apo të paktën do e minimizonte nëse mund ta quaj kështu. Është pak e vështirë të flasësh për të ndjerët, është pak e vështirë të flasësh për ata të cilët nuk ndodhen mes nesh valon, por një pjesë të konsiderueshme të viktimave ka ardhur, kam përshtypjen, si pasojë e asfiksimit. A e konfirmojmë dot këtë detaj? Ajo që na është thënë, detajet që i kemi marrë nga deklaratat e të mbjetuarve me rastin, normalisht janë persona të cilët janë asfiksuar, më pas normalisht i kanë marrë flakët, se jo gjithë secili e ka gjetur vdekjen direkt nga flaka apo lëndimin direkt nga flaka. E kuptoj. Një pjesë e mirë atyre janë asfiksuar, më pas normalisht janë përfshirë edhe nga flakët. Pra, duke marrë parasysh një nga deklaratat që e kemi pasur, ka qenë edhe një vajzë e cila ka humbur motrën aty dhe vet e tregon situatën kur kanë marrë dalin nga hapësirat, është shtyr, ka rënë poshtë, është shkelur, disi e ka menaxhuar për të dalë nga klabi. Motra e saj tashmë është e ndjerë, nuk ka arritur që të dali, po tregon rastin se sa vështirë ka qenë edhe për dalja jashtë klabit, meqense gjithë turma ka qenë në panik, plus dyert nuk kanë qenë adekuate për hyrje dhe dalje. E dim gjithë që turmat mëdha kërkohet përpos daljeve emergjente këtyre, po edhe hyrjet kryesore normalisht kërkohet që të jenë sa më të mëdha për të mund dalin shumë persona, jo sikur të radhiten rresht për 2-3 kur jon. Nuk mund ta imagjinoj dot atë se çfarë ka ndodhur brenda këtyre ambienteve valon. Ajo se çfarë na mbetet të themi ne është ngushëllime për të gjithë jetët e humbur dhe urojmë shërim sa më të shpejt për personat cilët ende dergjen në krevatet e spitaleve aty ku marrin ndihmën mjekësore. Por çfarë ndodhi fill pas kësaj tragjedie, kur autoritetet u përgjigjen në kohën e duhur, policia, ambulancat, pra kur është vendosur në djeni autoritet? Sa i përket reagimit, do themi janë përgjigjur në kohën e duhur pasi ka ndodhur tragjedia, sepse ndoshta po të ishin përgjigjur në kohën e duhur, vërtet kohën e duhur nuk do vinte fare tek kjo çfarë ne po flasim edhe ditën e sotshme, por janë përgjigjur direkt, kanë shkuar edhe zjarfiksit aty, por nuk kanë arritur dot që të ndihmojnë më shumë se ç'kan bërë deri në këto momente. Flakët janë lokalizuar dhe është shuar, pra nuk është se ka pasur edhe të marrë flak apo dëmtime nga ndërtesat për rreth të cilat mund të kishin marrë flak ndoshta. Në të aspekt kanë bërë maksimumin punonjësit e zjarfiksit edhe policia në ato momente që pasi ka ndodhur tragjedia, por sikur të institucionet relevante sikur të vepronin më herët, normalisht do arrin që edhe ta parandalonin këtë si situatë. Ajo çfarë ka ndodhur më pas, di të them që janë arrestuar rreth 15 funksionar, të cilët zyrtar, mund të them, zyrtar shtetëror, të cilët kanë qenë apo janë nëpër funksione të caktuara. Me të drejtë apo pa të drejtë do të tregoj ligjvënësi. Më pas, ajo çfarë tjetër ka ndodhur është dorëheqja e kryetarit të komunës Koçanit dhe përpos kësaj të vazhdojnë hetimet me gjithë të situatë. Dje ka pasur edhe protesta në Koçan nga vetë banorët e Koçanit, protesta të cilat edhe kanë eskaluar fatkeqësisht. Kanë bërë protesta nëpër rrugët e qytetit, më pas kanë demoluar thuajse komplet tërësisht një ndër objektet gastronomike apo hotelerike që ka pasur pronari, i cili po ashtu ka pasur në pronë si këtë
këtë diskotek ose këtë klub ose këtë ambient i cili përfundoi me këtë tragjedi dhe gjithashtu edhe biznesin tjetër cili ka pas një cargo apo post private nëse mund ta quaj kështu. Kanë filluar që të prishin makinat e tia, të rrokullisin, të thyejnë e kështu me radhë, pra ka pasur edhe agresivitet në protestat e ditës djeshme. Janë lajmëruar protesta edhe sot, Valon. Çfarë presim nga protestat e sot? Nëse dje e pam që kishte një numër të konsiderueshëm, një numër të caktuar për aq sa dolën. Po kam përshtypjen sot duhet të kemi një riorganizim më të mirë. Sa i përket protestave, duhet të theksuar që dje ka pasur protesta në Koçan, edhe normalisht Koçani është shumë më i vogël si vend krahasim me vendet e tjera, nuk e di nëse kanë arritur që të shkojnë edhe persona nga jashtë për të bërë protesta, por sot janë paralajmëruar, po të ndalen pak të dita djeshme. Gjithashtu janë bërë homazhe në Shkup, në Tetov, në qytete ndryshme të Maqedonisë, pa marrë parasysh që se kanë qenë qytete me banor shqiptar në shumicë apo maqedon apo po ta diun çfarë etnitete të tjera. Post kësaj janë lajmëruar dhe sot protesta, pra po paralajmërohen protesta të qeta, të cilat do të fillojnë nga ora 5 dhe kur do të përfundojnë nuk e dim. Si do të zhvillohen, se si do të vijojnë, as të nuk mund ta themi sepse normalisht nuk mund që të parashikojmë se çfarë do të ndodhi. Por uroj që të jenë të qeta dhe të jenë me një mesazh të fortë, i cili mesazh më pas normalisht do të sjellë dhe ndryshime në komplet sistemin e funksionimit të hotelerive siç është në Maqedoni. Dhe ajo çfarë është më e rëndësishme në lidhje me këtë situatë, normalisht që të marrin dënimin e merituar personat të cilët kanë qenë usheqës në institucione relevante. Tani, sa i përket pjesës institucioneve, janë duke u bërë hetime të thella, por se çfarë do të dalë dhe si do të jetë epilogu në fund, ne këtë nuk e dim, sepse kemi pasur edhe tragjedi të tjera të cilat kanë ngelur akoma pa epilog dhe kanë ngelur akoma pa një vendim final nga gjyqësori. Uroj që mos të përsëritet e njëjta gjë me këtë. Sot protesta do të jenë besoj shumë herë më të mëdha nga ajo çfarë keni parë ditët e kaluara në Koçan, sepse po bën Shkup dhe normalisht gjithë secili nga qytetarët do shkojë për të marrë pjesë nga qytete ndryshme doja thoja për të marrë pjesë në këtë organizim protestash. Që janë protesta janë lajmëruar si protesta të qeta. E kuptoj. Valon, unë të falenderoj shumë për të gjitha informacionet dhe detajet e përcilla në këtë transmetim të drejt për drejt për Fax News. Ne me shumë mundësi dhe patjetër që do të jemi në komunikime të tjera së bashku për çdo zhvillim në Maqedoninë e Veriut dhe nuk më mbetet gjë tjetër veç se t'ju shpreh edhe një herë ngushëllimet për atë se çfarë ka ndodhur dhe drejtësia të vendoset në vend sa më shpejt. Ishte kënaqësi, Valon. Faleminderit shumë edhe juve, edhe pse ne kemi këtu 7 ditë zi dhe ndonse po anulojmë vetë misionet e tona sepse është marrë një vendim që mos të ketë asnjë farë lloj aktiviteti në lidhje me këtë. Aktivitetet sportive gjithashtu janë ndërprerë për 3-4 ditë. Pra deri ditën e nesërme nuk do ketë as stërvitje sa i përket pjesës sportit, nuk do luhet sport, nuk do bëhet asgjë, ndërkaq që 7 ditë zi do të vazhdojnë deri ditën e diel në lidhje me këtë situatë. Por normalisht e ndjenim se detyrim për popullin ton andaj kufirit, gjithashtu edhe vendet tona fqinje për të raportuar në lidhje me situatën, për të pasur edhe më shumë informacion në lidhje me këtë gjë, dhe pse jo të shërbej si reflektim i cili do parandalonte një tragjedi tjetër që të ndodhi përsëri në Shqipëri apo kudo në vendet e tjera. Mos e provofshim kurrë. Inshallah jo. Faleminderit shumë. Kënaqësi edhe një herë, Valon. Çdo të mirë. Mirë, kemi qëndruar deri në këtë moment me Valon Sallajin, gazetar nga Maqedonia e Veriut për të rejat dhe detajet më të fundit sa i takon tragjedisë ndodhur në 16 mars në Koçan. Ne shkëputemi në publicitet.